Dje në orën 12:45 në policinë e Gostivarit, në një 48 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 11:20 në vendin e saj të punës në filialin e ndërmarrjes shtetërore për menaxhimin e ujrave, njësia rajonale Gostivar, është sulmuar fizikisht nga drejtoresha JN, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në ora 11:20 në SPB Tetov, një 66 vjeçar nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se në qershor të 2025 ishte mashtruar nga një person i panjohur për një shumë prej 250 eurosh. Sipas denoncimit, personi ka thënë se bashkëshortja e tij punon në qendrën për punë sociale Tetov dhe se është antare e komisionit për dhënien e ndihmës sociale, kujdesi i huaj, me çraste ka mashtruar dhe i ka kërkuar parat për t'ia kryer punën, duke i thënë se ndihma sociale do të merret pas një muaji. Siç është denoncuar, pasi ja ka dhënë parat, personi as nuk i është përgjigjur në telefon, as nuk i ka kryer punën, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në orën 11 në rrugën Prespa në Tetov, punojësit policor të SPB Tetov kanë privuar nga liria personin RL 39 vjeçar nga Tetova, i cili kërkohej me urdhër gjykate për vuajtjen e një dënimi me burg prej një viti për kryerjen e disa veprave penale, vjedhje dhe vjedhje e rënd. Ai është dërguar në institucionin ndëshkimor përmirësues Burgu Tetov për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 6:35 punojës policor nga stacioni policor për siguri të komunikacionit rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin GM, 53 vjeçar nga fshati Vollkovi, në hyrje të fshatit Radiovc. Ai me automjetin Citroen me targat Tetovës, të cilën e drejtonte, ka dalë nga rruga, me çrast ka pësuar lëndime trupore të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës. Gjatë ndërmarrjes së masave në lidhje me aksidentin, është konstatuar se ai drejtonte automjetin në ndikimin e alkoolit, përkatësisht janë matur 1.56 promil alkool në gjak. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë kallëzim sipas neni 297 të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i automjetit. Sot në mëngjes, në policinë e Gostivarit, nga qendra urgjente e Gostivar, është denoncuar se tek ata është sjell një imitur i helmuar nga konsumimi i alkoolit. Menjëherë është vepruar sipas denoncimit dhe është konstatuar se bëhet fjalë për një 16 vjeçar nga Gostivari dhe sipas dëshmisë së nënës së tij, alkoolin e ka konsumuar në një objekt hotelerik në Gostivar, po merren masa në zbardhjen e rastit. Sot në mëngjes, para një objekti hotelerik në rrugën Vëllezër Gjinoski në Gostivar, punojës policor të DPB Gostivar për shkak të prishjes rendit dhe qetësisë publike me përleshje fizike mes tyre, kanë privuar nga liria persona DÇ, 21 vjeçar nga fshati Debresh, ESH, 21 vjeçar nga fshati Bellovisht dhe AS, 21 vjeçar nga fshati Raven. Ndërsa në orën 3:10 dhe RS, 24 vjeçar nga Gostivari, IS, 21 vjeçar, FB, 18 vjeçar dhe AS, 24 vjeçar, të gjithë nga fshati Dobërdoll. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tyre, do të vijojë para shtresë përkatëse.